20 vjeç sa jeni? Doli. Këto të jem të 23, 24. 23-24 vjeç. I dashuruar? Keni qenë në këtë moshë? Po, 24 vjeç të mos kesh dashuri tani, ti më more mua në një UFO? Si, pa tjetër. Kur ka qenë dashuria e parë? Po të jemi brenda 19 vjeç. Jemi brenda, okej. 19 vjeç. Ato tjera s'janë dashuri, janë Pëlqime. shpërthimi i instiktit erotik. Po dashuria është ajo e cila të mban në mendim. Do më thënë, të dashuron ty ai, gjithë ditën duhet të ri me mendim të këty. Vetëm burri e ka atë, gruaja nuk e ka. Unë e di që se ka, se ju më keni thënë që se kemi deri në këtë formë. Gjithë ditën. Po mos kanë ngënjur avokat? Mirë, po diku është problemi? Që e besoj unë? Pse? Se jeni dhe avokat, jo avokat, unë gazetare, për nga natyra kemi dyshimin. Një dhe psikologjin moderne. Po sot filozofia moderne dhe biopsikologjia e kanë zjerë që konceptit të bukurës të shoqëria njerëzore ka ardhur nga bukuria e gruas, jo nga natyra. As nga trëndafili, as nga zambaku, mbajeni mend, gjithë koncepti të bukurës vjen nga bukuria e gruas. Nuk është bukuria natyrore që shqetëson një burr. Është bukuria e gruas. Pik. Është e provuar, nuk e kam timen. Po gruan çfarë lupa gjumë, çfarë shqetëson? Nuk e kam timen, është e provuar. Hapeni psikologjinë moderne të gjeni. Biopsikologjinë, domethënë. E kuptoj, gruan nga ana tjetër, çfarë shqetëson, e lupa gjumë? E po gruaja ka një gjë. Nuk na i ka thënë asnjëherë të vërtetën. E ka sekret. Nuk e ka thënë asnjëherë të vërtetën. Po. Vetëm shkrimtarët kanë thënë diçka. Që? Kur kanë bërë një roman në erotik natyre, po jo të gjitha. Erotikën ende nuk e ka treguar gruaja, sepse është ende nuk ka triumfuar, nuk ka rënë komplet morali mashkullor. Ndihet e lirë. Dhe nuk ndihet e lirë normalisht për të qenë. Nuk e ka të lirë në mendim, e ka të induktuar në ADN. A më kupton? Pse ne ajo na mban. Ne që themi jo reflekse, jo këto nuk kanë, ato janë fjalë që kemi zgjidhur, po janë të gjitha në ADN, është zgjidhur po. ADN-ja deri tani 10% është shpërthyer. Po doli ajo do shpëtojnë këta gjithë. Njerëzimi. Por ne jo, ne mbetëm me atë 10%, 5% që... Si dije zhvillimet e shkencës edhe të mjekësisë. Ti mund të arish, po jo unë tani se unë nuk do jetoj 200 vjetë. Po pse jo? Po pse jo? Gjë me mëndje. Ti jesh lere 200 vjetë që s'ka mundësi, po ti jesh 110, tani do isha këtu, do thosha... Gjdo mdonje ti. Gjdo mdonje ti. Çfarë dhe më do mdonje? Me këmbë, me duar, me mendje, të gjitha top. Avokat, kur e sheh veten në këtë moshë, për çfarë vjen keq? A kur e shoh atje? Ja, ma nuk më vjen keq se e kam realizuar atë, si mund ta quajmë, të gjejmë një fjalë jo fyese. E kam realizuar atë dëshirën time të njohjes. Që atëre, njohër, nga familja dhe vetë. Po vetë më njinin se isha disident. Kam qenë disident, në ata ministra të dy, më falje unë disident, që? Flisja. Aqsa me Metqeu, fola një rast ku ishte me Metqeu, në salë, një simpozium. Tha, do të më mbronte se ishte në grupin e sheut, Gjela, Kiqua. Po, babaj. Kështu flet avokati, tha, po, kur të vi puna me ne është, më bëri, se fola kundër. Jo kundër, po në kuptimin ideologjik, jo kundër personal. Kështu flet Spartako, tha, po, se s'thoshin avokati, kështu flet Spartako, po, kur të vi koha me ne do jetë. Kur, i thashon. Mere një tha se është deur. Më mbroti prapë këtë është.
Edhe kur esa rrugës unë, që të thonë të atyre që është i deur që tha këtë, më dolin në mbrojtje. Jo, më ku s'bëra asnjë shenjë. Merrni, tha se është i deur. Morë kalesat ata të sigurimit. Kur vajta afër fundit, që po dil një, tha, dhe të t'jap një këshill, tha, ki mendjen nuk ngatrohet, tha, vera me rakin. Sikur unë isha deur nga që nuk e njihja mirë alkoolin. I ka unë e pashi që mbrojtje, më mbrojtje. Më fola kundër qarë. Që pra se kohë nuk e ngatron më verën me alkoolin, me rakin. I thanë ata një herë Timeti, i thanë ora e flet kundër. Po ka shkelur ligji fundin në burg, sepse unë çfarë të bëj, ai është 24 vjeç. Çfarë ka mundësi t'i them gjë unë? Po ka shkelur ligjin, nuk thanë burg, po ka shkelur ligjin, kërkojnë në llogari, thanë. Fotografia përballë. Ua. Ku i keni gjetur se unë se kam këta? Ja, shto mërin të ajo të sullufja e parë. Me zje hiqja. Po, se më kishën thënë mi keshat, po hiqër Spartak ata. Ja, atje ka rënë rastësisht. Po rebele edhe sullufja. Rebele është. Normal, nuk mund të bindej. Çdo pjesë. Avokat, këtu jemi? Me? Janë motra është kjo Majtas edhe ajo është vajza e Allës. Djathas. Që për ty, rëndësia? Një familje kemi qenë. Ki që e mbante fisin afër. Vlezit motrat. I mbante afër. Po për ty, rëndësia, pra, edhe e motrës, e lidhjes me të dhe e vajzës Hallës. Ja, një familje kemi qenë. Kur bën të festat, ai bën të 2-3 festa në vit, pa? Ministri. Atje gjithë fisi. Fisi i ngusht, jo, ishte shumë fisi madhe. Atje edhe këndoni larçe. Edhe ishte me bukura që kur ishin ato festat që ishin kështu të lira, këngët erotike të lapçes këndonte. Ka shumë këngë, ajo labe, muzika labe, që këndojnë, ka shumë erotik brenda, e ke dëgjuar. Pa tjetër. Në tekstet. Ato kishen. Unë habitesha. Nuk e pëlqenja, po habitesha. Këndoni ju avokat? Kështu për qef në këto të ndenjura dhe të pira. Nuk këndoj lapçe. Këndoj këto tjata, ato nuk gjitha këndoj, ato e këndojnë ata. Këngë italiane, ju jeni me këngë italiane, kam ide. Ne kaluam nga muzika italiane në muzikën anglosaksone, amerikane. Anglin, fillim, pas ta janë dhe. Këngëtari preferuar, juaj? Ata gjithë më dhejtë. Me Frank Sinatra, me Johnny Hallyday, gjithë më. Gjithë, a që kishëm të moshës tonë. Me ata bënim mbrëmje.